Të gjithë në lagje e dinin tashmë. Kur ishte ora 5:30 e pasdites, ai ishte ja ku ishte. I ulur në trotuar përpara çerdhes, me gjuhën jashtë dhe veshin e ngritur lart. Bastian. Sa po hapej porta, ai ngrihej gjithë entuziazëm, duke tundur bishtin dhe duke kërcyer pak përreth. Ai nuk humbi asnjë ditë. Dhe aroma nuk ishte e gabuar as. Në mes të një grupi fëmijësh, ai donte të shihte vetëm njërin, Lunën. Vajza e vogël me flokët e lidhura me dy shirita të kuq, një çantë shpine më e madhe se ajo, e cila vrapoi me krahët hapur duke thirrur emrin e tij. Bastian. Dhe ai erdhi me gjithçka, duke u penguar në putrat e tij, madje dukej sikur po buzëqeshte, dhe ajo ra në dy sheme nga kaq shumë përqafime dhe puthje. Duket si një skenë nga një film. Por ishte çdo ditë. Askush nuk ja mësoi ndonjëherë Bastianit si ta bënte këtë. Ai vetë zgjodhi të ishte kujdestari i Lunës. Që nga dita kur e pa të mbledhur në një kuti kartoni në cep të çerdhes, duke u dridhur nga të ftohtit dhe i lagur nga shiu. Ajo hoqi pallton dhe ja veshi, pa asnjë frikë, sikur ta njihte tashmë atë qen. Dhe aty filloi gjithçka. Të nesërmen ai ishte tashmë atje, duke pritur. Pastaj filloi të mëndiste nga larg në shkollë, kthehej vetëm në shtëpi, por kur vinte koha për t'u larguar ndodhej në të njëjtin vend. Gjithmonë. Familja madje u përpoq ta ndalonte në fillim, duke menduar se ishte e rrezikshme, por pan që qeni ishte i zbutur dhe se Luna ishte më e lumtur me të pranë. Dhe ajo kishte nevojë për të. Ajo ishte një vajzë e ëmbël, por ishte gjithmonë e sëmur, vazhdonte të kishte bronkit, kishte ditë kur mezi luante. Por me Bastianin përreth, ishte ndryshe. Ajo qeshi, vrapoj, madje hëngri edhe më mirë. Duket sikur qeni po e shëronte vetëm duke qenë aty. Babai dikur tha, ajo kafshë ka diçka të veçantë. Ai e ndjen kur ajo do të ketë një krizë para se ta kemi ne. Dhe ishte e vërtetë. Nëse ajo fillonte të ndihej keq, ai bëhej i shqetësuar, lehte, kruante derën, thërriste. Ai e shpëtoi të voglin rreth 3 herë kështu. Në shkollë, ajo e vizatonte vetëm atë. Një qen i verdh me sy të trishtuar dhe një zemër gjigante në mes të gjoksit të tij. Është Bastiani, tha ajo. Ai ndjen gjithçka që ndiej unë. Drejtoresha e çerdhes i quajti të dy një dyshe të pandashme. Dhe ajo madje kishte një nofk, Luna dhe Sol. Sepse ajo ishte e bardhë, e turpshme, e qetë. Dhe ai ishte i ngrohtë, i zhurmshëm, plot energji. Por së bashku, ata plotësonin njëri tjetrin. Luna nuk kishte shumë miq. Fëmijët mendonin se ajo ishte e çuditshme sepse kolliste shumë, mungonte në shkollë dhe nuk mund të vraponte si të tjerët. Por me Bastianin, ajo ishte shumë e madhe. Ai e bëri të ndihej e rëndësishme. I mbrojtur. Çdo ditë ishte e njëjta gjë. Ajo vraponte nga dhoma e fëmijëve, përqafonte Bastianin dhe i fliste sikur të ishte një person. Sot ishte e vështirë, por unë jam këtu, mësuesja tha që vizatimi im ishte më i bukuri, kam një provim nesër, bëni tifo për mua. Dhe ai vetëm dëgjoi, me sytë e ngulur mbi të, me bishtin që e tunte ngadalë. Në mëngjes, kur shkonte në shkollë, shkonte vetëm deri në qoshe. Ai nuk vazhdoi më tej, sikur ta dinte që nuk mundej. Dhe pas dite, shkoja ta merrja vetëm, tamam në kohë. Kuzhinierja e çerdhes madje bëri shaka, ai qen ka një orë në zemër. Kishte ditë me shi, ditë me diell, ditë të ftohta. Por ai ishte aty. Dhe ashtu bën edhe ajo. Skena nuk ndryshoi kurrë. Kishte një rast kur ajo mungonte. Kisha ethe. Bronkiti më goditi fort në orët e para të mëngjesit. Bastiani u ndje çuditshëm që në fillim filloi të ecte nga njëra anë në tjetrën, duke kruar derën, sikur donte të thoshte, zgjohu, diçka nuk shkon. Dhe vërtet ishte. Ajo e kaloi gjithë ditën në shtrat, e lodhur, por kur e dëgjoi të lehtë jashtë, buzëqeshi. Ai mbështeti kokën mbi të dhe qëndroi aty, i qetë, duke i bërë shoqëri. Të nesërmen, edhe pse ishte e dobët, ajo këmbënguli të shkonte në shkollë. A doje të shije miqt e tu? Jo. Doja ta shija Bastianin te porta, duke pritur si gjithmonë. Dhe ai ishte aty, njësoj, duke tundur bishtin, duke kërcyer nga gëzimi kur e pa të vinte. Jeta e tyre dukej e thjeshtë, por ishte plot dashuri. E asaj dashurie të pastër që nuk ka nevojë për fjalë, vetëm për prani. Ajo që askush nuk e dinte. Është se ditët e dashurisë ishin të numëruara.
sepse fati i heshtur dhe i pamëshirshëm po përgatiste tashmë më të keqen. Bastiani ishte më shumë se një qen. Ai ishte një hije, ai ishte një mik, ai ishte një engjëll me 4 këmbë. Po Luna? Ah! Luna dukej sikur jetonte vetëm për të. Çdo ditë ishte e njëjta skenë. Ajo u zgjua duke kollitur, fryma i uzu dhe nëna e saj u shqetësua. Por sa po dëgjoj lejet në derë, sytë e saj ndriçuan. Bastiani është këtu, mami, a mund të iki? Edhe me gjoksin e shtrënguar, ajo u ngrit, kaloi dorën nëpër flok dhe vuri balluket e kuqe. Mora çantën time të shpinës dhe shkova me të në qoshe, sikur të mos më kishte ndodhur asgjë. Bastiani ishte me krenari pranë saj. Hap pas hapi. Ndonjëherë ai hidhej pak përreth, sikur të ishte duke kërcyer. Dhe ajo qeshi, harroi kollën, harroi gjithçka. Pjesa më e vështirë ishte kur erdhi koha për t'u ndarë. Ai e dinte se nuk mund të kalonte qoshen, por qëndroi aty duke e parë të zhdukej nëpër portë. Ai i ktheu shpinën vetëm kur ajo i bëri shenjë me dorë. Do të kthehem menjëherë, në rregull? Dhe ai u kthye në shtëpi. Por, afër kohës së largimit, ai tashmë po vendosej përsëri përpara dhomës së fëmijëve. Askush nuk ishte në krye. Askush nuk mësoi. Ishte zemra e tij që e udhëhoqi. Drejtori e dinte tashmë. Do të vija një tenxhere të vogël me ujë në trotuar, ndonjëherë madje do t'u jepja edhe një biskop të vogël. Ai priti në heshtje, duke u ngritur vetëm kur u hap porta. Kur ajo doli, ishte një fesë. Ai lehte, rrotullohej, hidhej mbi të. Luna ra për tokë duke qeshur me të madhe. Ajo e hodhi çantën e shpinës në 2 sheme dhe e përqafoi sikur të mos ishin parë prej një muaji. Fëmijët e tjerë menduan se ishte e çuditshme në fillim, por më pas u mësuan. Kishte një djalë që madje donte ta merrte Bastianin në shtëpi. Por ai kishte sy vetëm për të. Në shtëpi, ai ulej mbi qilimin në dhomën e saj të gjumit. Kur e goditi bronkiti, ai e dinte tashmë. Ai u ngrit para të gjithëve, vuri putrat në shtrat dhe nuhati fytyrën e saj. Nëse ajo djersiste ose merrte frym keq, ai vinte duke vrapuar poshtë dhe lehte me zë të larë. Ky qen është një mrekulli, tha gjyshja. Dhe vërtet ishte. Sepse Luna ishte e brisht, po. Por pranë tij, dukej e fortë. Ajo vraponte, luante, ndihej e sigurt. Bastiani nuk e lëshoi kur të lirë. Edhe kur ajo shkoi te mjeku, ai gjeti një mënyrë për të shkuar me të, edhe nëse ishte në makinë. Ata ishin një lloj i ngjitur i shpirtit. Por bota nuk i kupton obligacionet e tilla. Dhe tashmë kishte diçka në ajër, një heshtje e çuditshme, sikur jeta po paralajmëronte se diçka e keqe po vinte. Dhe askush nuk pa. Vetëm ai. Luana nuk ishte më e njëjta, isha më i lodhur, ecja ngadalë, kollita më shumë se më parë. Edhe buzëqeshja e saj dukej më e vogël, por ajo e fshehu, duke thënë se ishte thjesht grip, thjesht një fllak i ftohtë në mëngjes. Por Bastiani ndjeu mund ta nuhasja, ta ndjeja në mënyrën se si ecte, e ndjeja në mënyrën se si i dridhej dora kur mbante ushqimin e lehtë. Ai filloi të lidhej edhe më shumë, nuk e linte vetëm, as për të shkuar në kuzhinë. Nëna vuri re, ky që i di gjërat para se t'i dim ne. Në çerdhe, hallat e saj vunë re se ajo ishte më e qetë, vizatonte më pak dhe ndonjëherë flinte mbi tavolinë. Por megjithatë, në fund të orës së mësimit, ajo ngrihej me mundim dhe vraponte drejt portës, sepse e dinte që Bastiani ishte atje. Dhe ai ishte edhe në ditët me shi të rrëmbyeshëm dhe erë të fortë, ai do të mbërrinte i lagur, por i lumtur vetëm që e shite. Por kishte një ditë tjetër, Luna eci më ngadalë se zakonisht, dukej sikur çdo hap i dhimbte. Bastiani ju afrua në heshtje, duke i vënë hundën pas barkut, sikur të përpiqej të kuptonte se çfarë nuk shkonte. Ajo u ul dhe foli butësisht, jam mirë, në rregull. Vetëm pak i lodhur. Ai nuk e besonte, vazhdonte të ecte përreth saj, duke e nuhatur, sikur të kërkonte një mënyrë për ta ndihmuar. Atë natë ajo kishte ethe, shumë të forta. Gjoksi i saj po fishkëllente aq shumë sa mund ta dëgjojë që nga korridori. Bastiani u shtri pranë saj, ia vuri hundën nën sqetull dhe qëndroi aty, ngrohtë, pa u larguar për asgjë. Ditën tjetër ajo këmbënguli të shkonte në çerdhe, tha se nuk donte ta humbiste, se ishte dakordsuar të shkonte në një vizatim me një shoqe. Nëna e lejoi, por ajo qau nga brenda.
Kur erdhi koha për të ikur, Bastiani ishte tashmë atje, por këtë herë ai nuk kërceu, nuk le dhe as nuk bëri buj. Ai sapo ju afrua, e mbështeti trupin pas saj dhe eci ngadalë, sikur ta shtynte me shpatull. Rruga për në shtëpi ishte më e qetë se zakonisht. Në mes të rrugës ajo u ndal pa pritur, vuri dorën në gjoks dhe mori frym thellë. Bastiani u kthye menjëherë dhe filloi të tërhiqte çantën e shpinës, sikur t'i thoshte të kthehej prapa, të mos vazhdonte më tej. Por ajo ja ledhatoi kokën dhe foli butësisht, qetësou. Jam mirë, do të kaloj së shpejti, por ai e dinte se nuk do të vështrimi i tij ishte tashmë i trishtuar, sikur të shite atë që askush tjetër nuk e shite. Sikur më e keqja kishte filluar tashmë atë mëngjes, Luna as nuk donte të zgjojë, fytyra e tij ishte e zbehtë dhe sytë e tij ishin fundosur. Nëna e saj u përpoq ta gëzonte me kafe, lodra, muzikë, por ajo vetëm tunte kokën. Bastiani kishte qenë ulur në buzë të shtratit që nga mëngjesi i hershëm, me hundën e shtypur pas çarçafëve, pa lejur, pa lëvizur. Ai e dinte tashmë e dia që diçka e keqe po vinte dhe nuk ishte thjesht një tjetër periudhë bronkiti. Luna e kaloi ditën shtrirë, duke parë tavanin, duke folur me vete në heshtje. Bastiani nuk do të më harroj, apo jo? Qeni menjëherë i ngriti veshët, u afrua, vuri kokën në gjoksin e saj dhe qëndroi aty, duke e ndjer frymëmarrjen e saj të dobët dhe të ngadalë. Herët në mbrëmje, nëna e saj vendosi ta çonte në spital, ethet e saj nuk po i uleshin dhe fishkëllimat e saj ishin të frikshme. Bastiani vazhdoi rrugën, i shtrirë në sediljen e pasme, me sytë e ngulur tek ajo gjatë gjithë kohës. Te dera e spitalit ata u përpoqën ta ndalonin, por Luna qau aq shumë sa e lan qenin të hynte vetëm deri në recepcion. Brenda i vun një mask, i bën një injeksion, i vun ilaç në serum dhe Bastiani vetëm shikonte nga larg, duke qëndruar në cep si një statuj. Ai nuk e lëshon, tha një infermiere, nuk do të ndodh, tha nëna. Orët kalonin dhe vajza përkeqësoi. Sytë e saj nuk hapeshin më siç duhet, dora i varej në anë të shtratit. Bastiani u afrua ngadalë, e vuri kokën përsëri aty, në pëllëmbën e dorës së saj dhe qëndroi aty. Frymëmarrja e tij përzihej me të sajën, pothuajse në të njëjtin ritëm, sikur po përpiqej të mbante për vete një pjesë të jetës së saj. Askush nuk tha më asgjë, vetëm zhurma e pajisjeve në dhomë dhe një heshtje e çuditshme në ajër, e rënd, që ja shtrëngonte gjoksin. Luna arriti t'i hapte sytë për herë të fundit atë natë. Ai e shikoi Bastianin, shumë ngadalë, dhe i dha një buzëqeshje të lehtë. Faleminderit që më prite gjithmonë, dhe ai ja lëpiu dorën, butësisht, sikur të thoshte jam këtu. Ajo i mbylli sytë përsëri dhe nuk foli më. Por ai qëndroi gjithë natën atje, i ngjitur pas saj, i vendosur sikur e dinte që ishte nata e fundit dhe se të nesërmen bota nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Dielli nuk kishte lindur ende kur dhoma e spitalit u ftoi më shumë. Luana nuk i hapi sytë, nëna e thiri emrin e saj butë, pastaj më fort, pastaj bërtiti mjekët hynë me nxitim, shtypën një buton, ndezën aparatin dhe kërkuan vend. Por Bastiani e dinte tashmë përpara se të binte ndonjë alarm, ai ishte ngritur tashmë, ishte pranë shtratit me gjithë trupin që i dridhej dhe hundën e ngjitur pas krahut të saj. Ai nuk lehte, nuk qante, nuk lëvizte, ai vetëm qëndroi aty, duke ndjer praninë e saj që tashmë po zhdukej. Nëna ra në dysheme duke bërtitur, gjyshja erdhi duke vrapuar, infermieret qanin në cep, por Bastian ai nuk do ta lëshonte të ikte kur e mbuluan Lunën me çarçaf të bardhë, ai i vuri putrat në buzë të krevatit, sikur të kërkonte të shihte pak më shumë. Një infermiere u përpoq ta largonte, por ai gromëriu butë, jo i zemëruar, vetëm i trishtuar. Lëreni të qetë, ju lutem, tha nëna, me sytë plot me lodh. Trupi u dërgua në varrim në mëngjes. Ata e vendosën Lunën brenda një arkivoli të vogël të bardhë të mbushur me lule dhe kafshë të mbushura me pelushi. Bastiani ishte me të gjatë gjithë kohës, duke ecur për krah sikur po e shoqëronte në udhëtimin e saj të fundit. Në korridor, ai u shtri pikërisht përpara arkivolit. Ai nuk shikoi askënd, nuk hëngri ose piu, thjesht e shikoi atë si gjithmonë. Ai kaloi orë të tëra kështu, i qetë, i vendosur, madje edhe me fëmijë që vraponin përreth, madje edhe me njerëz që luteshin dhe flisnin me zë të ulët. Kur erdhi koha për të mbyllur arkivolin, ai u ngrit menjëherë, vuri putrat mbi dru dhe shikoi drejt brenda. Pastaj uli hundën dhe e shtyu ngadalë kapakun, sikur po e ndihmonte të mbyllej. Të gjithë ndaluan menjëherë disa qanë më shumë, të tjerë mbuluan gojen, askush nuk tha asgjë. Ishte sikur edhe qeni e kuptoi se ishte lamtumira e fundit.
Në Vareza ai shkoi deri në fund, qëndroi atje kur toka filloi të binte, qëndroi kur të gjithë u larguan. U erësua dhe ai ishte ende aty i shtrirë sipër varrit, me sytë mbyllur dhe trupin tim të lodhur, po binte një shi i lehtë, era po i frynte lulet, por ai nuk lëvizi. As kur kaloi roja, as kur bubullima ra nga fundi i qiellit, as kur qiriu u shua vetvetiu, ai vetëm qëndroi aty sikur të ishte varrosur me të.